Pra është qelluar përpara se shkohet në rreth rrotullim makina, Klajdi? Po është qelluar në pozicionin që ne ishim në fillim, Arnold. Është qelluar në pozicionin që ne ishim në fillim kundravajtja. Makina, autorët kanë pritur rreth 1 minutë e gjys në atë pozicion, pasi janë informuar nga personat të cilët vëzhgonin Gilmando Dani dhe Muçi Sheqerin. Në momentin që makina e tyre ka ardhur paralel, to kanë dalë nga mjeti dhe kanë qelluar me bërshirje automatike. Më pas, teksa mjeti i Gilmando Dani dhe Muçi Sheqerit nuk ka bërë rrethin, po ka shkuar pikërisht në pozicionin që ishte dhe makina ditën e djeshme tek vijat e bardha. Atëherë në këto momente, disa sekonda më pas, tu le themi vijon momentin në cilin unë kam parë videon e ngjarjes, pasi një nga kamerat e sigurisë e ka filmuar, pikërisht më pas pak sekondash makina e autorëve qëndron në këtë pozicion. Në këtë pozicionin këtu një tip Toyota Yaris ngjyrë blu, ndërkohë që mjeti tip Mercedes-Benz është pikërisht tek vijat e bardha. Në këto momente nga mjeti zbret një nga autorët i cili ishte ulur në pjesën e përparme po të pasagjerit të mjetit dhe drejtohet drejt makinës Gilmando Dani dhe Muçi Sheqerit. Si shikohet, besoj do ta shikojmë nga pamjet, Arnold, duken akoma gjurmët e ngjarjes që kanë ndodhur ditën e djeshme, pikërisht ka dhe gjurmë gjaku me sa shikoj. Pikërisht në këto moment, në pozicionin janë dhe gjurmë të gjakut akoma këtu në këtë pozicion, pikërisht vrasësi totalisht i maskuar me uniform policie është drejtuar drejt mjetit Mercedes-Benz duke qelluar me armë zjarri drejt Gilmando Dani dhe Muçi Sheqerit. Më pas ai është larguar për të shkuar sërish drejt mjetit i cili vijonte ta priste pikërisht në cepin e rreth rrotullimit dhe më pas ka marrë rrugën drejt fushkrues, rruga e cila të dërgon drejt fushkrues dhe të nxjerr në aksin Vor Fushkruj, e cila ka ndihmuar autorët për të larguar, ku më pas kanë ndjekur mjetin tip Toyota në fshatin Halilaj, ku policia ka gjetur disa armë zjarri, të cilat dyshohen se janë përdorur në këtë ngjarje, ndërkohë që po vijon hetimet e tjera për të bërë të mundur, le themi, të bjerë në gjurmët e autorëve. Siç e thash, burime nga policia e Tiranës na kanë konfirmuar se nuk po mbahet në mbikëqyrje apo nuk po hetohet vetëm personi i cili është pikasur deri në këto momente nga pamjet e kamerave të sigurisë, i cili dyshohet se kanë ndihmuar, le të themi, ekzekutorët për të informuar, por dhe personat e tjerë të cilët policia e Tiranës ka dyshime se mund të kenë bashkëpunuar me ekzekutorët duke informuar ato në kohë reale mbi lëvizjet e makinës së Gilmando Danit, i cili sapo ishte kthyer nga Barcelona. Avioni i tij kishte pak minuta që kishte zbritur nga aeroporti Rinasit, ishte nisur drejt Spanjës në datë 7 nëntor për të ardhur ditën e djeshme në Shqipëri. Dhe me sa duket ekzekutorët kishin informacione të sakta mbi datën e kthimit të tij, po gjithashtu kishin informacione dhe mbi orarin në cilin do të ulej avioni i Gilmando Dani në aeroportin e Rinasit. Me gjithë vonesën që ka pasur prej disa minutash avioni i ardhur nga Barcelona, autorët kanë pritur dhe kanë qëndruar disa minuta në zonën pranë aeroportit të Rinasit derisa kanë marrë sinjalizimin nga personi i cili ka sinjalizuar ato. Po personi i cili, le të themi, është identifikuar nga policia e Tiranës si njeriu, le të themi, më i dyshim për momentin që kanë ndihmuar autorët, duke që i ndjek Gilmando Dani dhe Muçi Sheqerit që nga momenti kur dalin nga parkimi i aeroportit Nën Tereza dhe vjen në këmbë pikërisht dhe pranë vendit të ngjarjes, ku sipas dyshimet policisë e shikon të gjithë ngjarjen dhe më pas largohet sërish për të marrë mjetin e tij, të cilin e kishte lënë në parkimin e aeroportit të Rinasit. Siç e thash, policia po heton dhe po vijon hetimet. Para pak minutash në vendin e ngjarjes kishin ardhur sërish ekspert kriminalistik të drejtorisë së përgjithshme të Tiranës për të mbledhur prova dhe për të shikuar dhe detajet tjera të cilat ndoshta dhe për shkak të orëve gjata ditën e djeshme mund të kenë kaluar. Ka prani të agjentëve dhe hetuesve të policisë së Tiranës këtu në vendin e ngjarjes, ndërkohë që le të themi për momentin dhe gjithë vëmendja dhe gjithë paktë me çka kemi folur me qytetarët, me punojësit në bizneset që janë këtu pranë, le të themi të gjithë janë të terrorizuar dhe të frikësuar nga ajo çfarë ka ndodhur. Sipas tyre, një pjesë
qytetarëve, por dhe punojësve të këtyre bizneseve kanë shpëtuar sepse i kanë ndihmuar Zoti dhe fati, pasi breshëritë e plumbave, siç shikohet dhe nga pamja që kemi marrë, janë në thuajse në gjithë fasadën e bizneseve, jo vetëm në pjesën e lartësive më të ulta ku është le të themi kati i parë i këtyre bizneseve, por edhe në pjesën e fasadës lart ka shenja plumbash, xhama të krisur, madje edhe pjesa përpara që është le të themi disi në krah të rrethotullimit të aeroportit të Rinasit ka marrë plumba dhe një pjesë e xhamave të këtij biznesi janë dëmtuar.